institucionet janë më pak të rëndësishme si godina se sa si strukturë ligjore. Po ç'thot ligji, se ky është problemi. Pikërisht pra, nëse por ligji, po ai po ndryshon ligjin për të mbrojtur vetveten. Nëse me ligj ka edhe diktatura 45-ën. Me ligj ka. Me ligj janë bërë edhe të arrestim, me ligj janë bërë edhe vrasjes. Po çfarë ligje ishin? Jo sot konsiderohen genocid. Atëherë, më mirë ndryshojmë ligjin, sa ndryshojmë popullin, besojnë. Është më shëndetshme dhe më mirë. Por duhet konsideruar diçka që shqiptarët duhet ta ndajnë mendjen mirë. Kjo protestë nuk bëhet për një parti politike. Nuk bëhet për një ministër, nuk bëhet për një kryeministër. Dhe të gjitha vlerësimet, raportet, qëndrimet, te korrupsioni, te vjedhja, te të drejtat e njeriut, te liria e shpresës, tek prona, këtu grabitet prona, plaçkitet prona si çamshakisën në rrugë. Shpirtin dhe pronën ka individi. Nëse ti jam me rrëdhunshëm atë, çfarë duhet bëj? Duhet shoh Facebookun. Ndaj them që këtu jemi në krizë institucionale ku drejtësia e zhurmuar për një hata reforme është më keq se ç'ishte. Dhe ajo përpjekja, le them për të bërë krahasimin me 20 janarin, sigurisht atje ka kusuret e veta, për një sjellje policore totalisht idiote në atë periudhë, siç kujtoni, kemi parë, edhe për një menaxhim skandaloz, sigurisht, por një ngjarje që thoya të gjithë hetuesit e asaj historie përveç Shkaranzës, me gjë kemi dhe prezent, le ta themi, janë promovuar. Ish prokurori u largua atëherë nga prorët, nga hetimi, se ndoshta nuk po bënte ato që kërkonin e prorët, po hetonte. Po kërkonte prorë, po në dëshmi. Po të kishte bërë karantinë, ne kishim sot këtu ne. Dhe kjo ngjarje vjen pas 15 vitesh, ende sakat, ende po hetuar, por çfarë prodhoi? Aktorët kryesorë të asaj ngjarje sot janë, le të themi, drejtues institucionesh. Janë kupola e drejtësisë. Por e kam përsëritur edhe po e them. A duhet ishte kjo dosje, le të themi, kriter në rivlerësim, në vetting, për këta që kaluan dhe u bën titullar? Nëse ata kanë hetuar mirë, që na del se s'kan hetuar. Duhet kishin ngelur. Po ta kalon gjithë, atë pas ka qenë hetuar shkëlqyeshëm. Jo, nuk rezulton kështu. Nga ajo çfarë unë me Karanxhën kam biseduar, se Karanxha i ka thënë ato, çështja, provat janë marrë. Po sigurisht. Po mënyra si janë trajtuar më mbrapa pasaj që janë cilësuar prova, apo janë cilësuar prova. Po këtu hyn pastaj këto që them unë, këta të promovuarit, të shpërblyerit, e bërjes së qokave për mosbërjen e detyrës. Pra, personat që kanë shkatruar 21 janar janë promovuar. Eksakt. Janë ata që kanë shkatruar dhe këto janë fakte, nuk është se ne po i nxjerrim nga një analizë. Janë faktet konstatuar nga vendimi i Strasburgut dhe nga vendimi i gjykatës. Janë me emra konkret. Janë me emra konkret, nuk po i përmendin sepse duket sikur po kjo është ngjarje e rëndë, sepse pse lidhet me 21 janar, se po kthehemi prapë te 21 janari. Atëherë kur vet Partia Socialiste ka promovuar këta njerëz që shkatruan çështjen e 21 janarit, atëherë dhe jo vetëm. Çfarë mund të themi dhe jo vetëm. Atëherë si janë promovuar këta njerëz që këtu, sepse janë faktet konstatuara nga gjykata. Neve na lind një dyshim që çfarë ka ndodhur? Ka diçka të pazbuluar, ka diçka pa thënë, ka diçka të zbuluar, pra zbuluar që kompromenton pikërisht këto të shpërblyer, se ata nuk janë shpërblyer sepse ishin më të zotët. Nuk janë shpërblyer sepse ishin më profesionistët. Janë shpërblyer sepse në momente kur këta udhëheqës që i shpërblyen më vonë, kishin siklete penale, juridike, mund të ishte shumë mirë Elena Majpandeu, organizator, apo njerëz të tjerë rreth që janë marrë me prurën e njerëzve që kanë bërë ato grupe si që kanë bërë, por duke qenë se u fik gjëja gjatë rrugës, atëherë këto individ janë njëkohësisht dhe mos krye veprime, mos veprimet janë element veprës penale dhe ata të konsumojnë. Dhe mua më shqetëson i gjëzën, nëse ka individ cilët janë promovuar dhe për çështjen e 21 janarit, 21 janari mbylli sikletet për të dyja palët Çollaku. Le t'i hapin për të gjithë palët. Dhe nëse këta i shërben, sot i shërben të dyja krave politik, këta persona. Ne kërkojmë që cili të mbaj përsinë e tij dhe hetimi të vërë përballë drejtësisë, cilin do drejtues institucioni, që nga policia më e thjeshtë te ish kryeministri. Të përballen me drejtësinë dhe ne të marrim vesh, ne shqiptarët duam ta dimë sa përgjegjësi penale kishte secili prej tyre. Këtë përgjigje nuk e kemi marrë dhe unë ndaj bindjen e pret nga spaku. Dhe unë ndaj bindjen që nuk kemi për ta marrë. Se sa më shumë kohë kalon, aq më pak mos i ekzistojnë për ta marrë këtë përgjigje. Ne qartë. Faleminderit Çollaku. Karanxha, edhe një pyetje tjetër, në fakt unë ndje pas shumë gaz lotësiellës, dhe ndoshta t'ia themi dhe publikut
thonë nga ata gazetari i cili ka mbuluar në terren shumë nga këto protestat me gaz lotësielës, është mbytësa, domethënë është e frikshme gazi lotësielës dhe habitem se si ka nduruar një pjesë e qytetarëve. Ndërkohë ka pasur edhe një reagim Karandxha dhe nga komuniteti musliman shqiptar. Thotë që komuniteti musliman i Shqipërisë ka ndjekur me vëmendje ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme pranë xhamisë namazgjas në një kohë kur besimtarët po falin namazin e teravive. Shprehim ndinjaton ton të thellë për lëndimin e pajustifikuar të besimtarëve të cilët ndodheshin në ambientet e xhamisë për të kryer ritet e tyre fetare në paqe dhe qetësi. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka qenë gjithmonë një faktor i matur dhe i përmbajtur në qendrime dhe reagimet e tij publike. Megjithatë, kjo maturi nuk duhet të keq interpretohet si tolerim i shkeljes së të drejtave dhe lirive kushtetuese të besimtarëve tanë. Në këtë kuptim, dënojmë me vendosmërinë incidentin e ndodhur më 20 shkurt 2026 pranë xhamisë namazgjas ku besimtarë të pafajshëm u lënduan pa asnjë shkak. Ç'u ndodhi aty tani? Siç shifen nga pamjet filmike, kemi një sasi të madhe gazi lotësielës. Është gazi lotësielës sepse aty kemi një skem trugës, zbret nga qendra që zbret në drejtim trugës Elbasanit. Xhamia është në cep dhe është si korridor ajri. Pra kur ky gazi është shumë i rëndë dhe kur ka sasi të madhe gazi, kur lëviz futet edhe për ambiente dhe konstatohet që ka qenë kohë që kanë hedhur edhe në oborrin e xhamisë. Konstatohet që një pjesë e gazit, është hedhur në mënyrë të atij që ka deportuar kishte fëmijë, kishte gra. Ka deportuar dhe në oborrin në pjesët e brendshme të xhamisë. Fakti që ka dalë komuniteti musliman tregon një provë, se ne themi shohim nga pikpamja provueshmërisë, sepse nuk ka kohë të kotor, kanë qenë besimtarët aty i ka ardhur gazi. Ndoshta ka qenë i panevojshëm që të përdorë gazi këtë pjesë. Mund të ishin përdorur mjete të tjera, domethënë nuk është vetëm gazi, por kanë edhe pjesë të tjera për të me shpërndar protestuesit. Mund të me ujë, përdor ujë ose të tjera, sepse përdorimi kanë qenë viktim persona një palë tretë që kanë qenë jemi për Ramazan kanë hongër iftarin njerëzit dhe kanë qenë të u falë në xhami duke bërë dhe ishin numri konsiderueshëm. Dhe ishin numri konsiderueshëm. Nuk mund të fajsojmë protestuesit, sepse ne do fajsonim protestuesit. Dhe komunika edhe njoftimi ndjes vini, edhe njoftimi i komunitetit thotë të lënduar. Ata janë lënduar, pra kur thotë janë lënduar nga gazi. Adresa e ankesës së komunitetit, ku sigurisht në mënyrë të matur dhe të kujdesshme, është ndaj autoritetet të cilët e dinë çfarë është aty. Tani aty është parlamenti dhe xhamia, o bëj parlamenti o bëj xhamin, ndosë ajo ka qenë pronë dhe tokë e komunitetit musliman për ndërtuar institucion kurdi. Po xhamia mund të jetë, halli është ruaj gazin. Jo, parlamentet kudo, parlamentet dhe kryeministrit janë gjithmonë objekte. Shiko, ajo ndoshta është bërë që të ketë një lloj pendese nga politikanët kur hyn te kuvendi të hedhin njerëzit nga xhamia. Unë është ajo që thash në fillim, Rama ka dashur të prodhoj ngjarje sepse duket përfshir, duke ditur shumë mirë që është muaj Ramazan, që janë ata besimtarë, unë po them aty kanë qenë me mirë. Njof nga besimtarët që falen, që kanë folur, kanë biseduar me to me mirë. Ti e di se çfarë është, e di se kush janë. Dhe tani e di që gazi nuk është me kufi, ndalet tek dera apo tek oborri. Po ajo që tha, si është si korridor që edhe Karandxha që çdo shkon. Ka qenë vendosje e lartë dhe është futur edhe në mjediset ku gjendeshin besimtarë. E për më tepër ka pasur edhe fëmijë, edhe fëmijë që familjarët i kanë marrë me vete për të ushtruar ritet. Aty është dhe me shkallë, se unë ka rastisht shkoj në xhami, është dhe me shkallë dhe është krijon dhe kaos kur dalin gjithë njerëzit përherë me gaz, është një ambient. Edhe pastrimi i zonës është më i vështirë për shkak të mjedisit të mbyllur. Sepse futesh është ambienti i mbyllur, është se xhamin kemi parasysh të mbyllur. Pra vështirë të ajroset, apo themi dali gazi. Edhe krijon tek personat që falen, ka cënuar shëndetin, pra s'mund të themi rrezik për jetën, por ka cënuar një gaz edhe shëndetin edhe ritualin, ka cënuar edhe ritualin, kjo se mund protestuesët ishin vend tjetër, erdhën te parlamenti, se ato s'erdhën për me protestu aty tek ky ambient. Vendi i protestës ishte parlamenti. Pra mjetet e përdora duhet të kemi kujdes pranë objekteve të kultit, mjetet që përdoren mund të përdoren mjete të tjera, siç është uji, gazi, herë tjetër ose protestat do ketë merren masë, sepse ne do merremi me personat që janë cënuar dhe pse janë cënuar. Kjo është pyetja. Kush ka shku? Pra kush i cënoi ta besimtar? Kush i cënoi? Pa kjo është pyetje. Nëse do pyet, shuzë rastin vini si prokuror. Nëse këta njerëz janë lënduar, si jo protestues, si jo pjesëmarrës, a mund të kenë drejtë që të padisin policinë e shtetit për të cënuar
në një mjedis që nuk ishte protestues, në një ngjarje që nuk ishte të bënë protestë. Padit civile mund t'i ngrenë. Pikërisht në këtë kontekst. Sepse organet e shtetit ty të sohen një pasojë. Qoftë dëmtimi i lehtë, se ti ke shkuar në xhami, të falesh, është një objekt fetar. Dhe këto janë dhe me orare fikse, ti s'mund ashtu. Me të përcaktuar. Fikse, edhe iftari që mbahet ose domethënë iftari ka orar fiks që është vendosur, domethënë është rregull fetar që rrjedh nga Kurani. Pra ti s'mund ta ndryshosh orën. Një besimtar do shkojë të falet atëherë kur ka orarin. Dhe shteti duhet i siguroj besimtarit që të falet i qetë dhe i sigurt. Aq më tepër që jemi vend demokratik. Ke drejtën e protestës, drejtën e fesë, pra ti ke drejtën liria fetare. Por duhet kemi kujdes tash në mënyrën e përdorimit mjeteve të pra siç është dhe ky rast që është goditur që mund të sitë fatalitet tek qytetari që e kemi edhe rastin që është goditur dhe këtë rast duhet kemi të kujdesshëm. Se mund të ndërprej gazi dhe edhe ujë, dhe uji nuk shkon në atë mënyrë si shkon gazi tek mjedisi. Unë nuk e di se realisht do bjem dakord që kishte një sasi të tepruar, domethënë, të gazit me çapash, sepse nuk e di për metër katror sa gaz duhet i dhe sepse përdorimi i gazit është i lishëm nëpër protesta. Domethënë, ne do të kuptojmë një gjë që t'ia themi dhe audiencës, sepse ne mund të ngrim kritika për mënyrën se si u ka organizuar policia. Gjën për policia ka një detyrë që sigurisht vjen do pikpyetje ku ti shërben shtetit, pushtetit apo qytetarëve, por sigurisht është aty për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, sigurinë e institucioneve, por edhe të qytetarëve e të tjera me radhë. Dhe sigurisht dhe përdorimi i gazit është i ligjshëm. Domethënë njihet si metodë se prandaj është prodhuar, prandaj tregtohet, prandaj e ble dhe shteti për ta përdorur për incidente të ndryshme. Sasia. Ka diçka tjetër. Vendi ku gjendet parlamenti, por edhe xhamia, rruga e Elbasanit, ura e Lanës, janë vende me ndëndësi të lartë banimi. Unë po them, në protestën e shkuar, po kaloja urën e Lanës, nuk e kaloja do 10 metra në këtyr mrapë, sepse u bllokohë. Por kam jetuar aty, ka qenë periudha 2018-2019 kur protestonte Basha atëherë. Ai gaz domethënë për banesat tona aty. Po pra, edhe ata që janë të shkollës baletit, ata të rrezë, aty ke shkuar në banesë. Ai s'ka dalë as në protestë, as në xhami, në banesë. Ku do vej ai? Ku do shkoj? Të marrë kundra gazit në shtëpi që policia zjarr atje ta vendosin në shtëpi kundra gazit. E po kjo diskutim pas se kjo është pasojë apo shkaku? Zonë e banuar. Po shkaku? Zonë e banuar dhe këta duhet ta besoj se policia e di këtë gjë. Kjo nuk është anonime, nuk është sekret. Ti zotëria duket synuar duke kaluar me fëmijën në rrugë, ti duke shkuar në punë time me fëmijën për dorë. E merr gazin larg qoftë, prodhojnë incidente. Pra, këto gjëra nuk është vetëm shkrepja të koburën e gazit atje dhe s'ka gjë është nxjerr. Dalë hidhi sytë se kuçon. Edhe kë kap. Edhe zona përballë parlamentit, prapë zonë shumë e banuar. Aty është sikur ta hedhish në një koncert, sa nuk po qujmë protestë. Ta hedhish me dashje. E njëjta gjë është. Njerëzit mund largo pjesëmarrësit. Pjesa tjetër, po ai sa pjesëmarrës ti ke banuar aty. Këta që kusur e kanë. Është zonë e banuar, bjem dakord. Do shkurtimisht më thuaj, sepse Berisha paralajmëroi që protestat do jenë më të forta, madje sot një deklaratë tha që edhe ndoshta edhe për selite PS-s, qofse nuk ndalin dhunën. Sigurisht ishte një bëni këtë që mos do bëjmë këtë. Për shkallëzim. Po pres për shkallëzim, në të sedhe, por jo besoj në adresë të selive të partive politike, pra nuk është betejë me godinat, është betejë me institucionin që përfaqëson kryeministri. Natyrisht që për shkallëzimi duhet vi edhe në raport me çfarë presin dhe çfarë kërkoj. Protesta ka një efekt pozitiv. Paktën ajo mboroi ndërkombëtare që kryeministri kishte, ajo përkthjelje ndërkombëtare, tashmë identifikimi i këtij individi është dhe pse po shkojnë. A mbaj mend që për një video që shkojnë në gjykatën me 15 euro por Ilir Metën u pretenduar për 700.000 euro. Deri tani ne kemi 1.2 miliard euro pra pretendime të prokurorisë për Belinda Mballukun, për procedurat të cilat po hetohen. Deri tani kemi 1.2 miliard. Ati ishte 700 në një video. 1.2 miliard jemi. Po sa miliard atjerë? Aty u bërë ajo që u bë, për ato video. Që ndodhi se janë. Ishte me zë ajo. Kjo është pa zë. Ajo ishte teorike. Kurse kjo është zyrtare. Kjo është zyrtare. Kjo është me dokument prokurorie speciale. Kjo është me dokument. Deri tani ka shkuar në konvent pra 11 procedura prokurimesh me një vlerë 1.2 miliard euro. Deri tani. Do kemi prapë tjera.
Pra deri tani zyrtarisht na është thënë, sa ishte zyrtarisht. Më vonë morë vesh ndodhi zyrtarisht. Deri tani zyrtarisht kemi 1.2 miliardë euro pretenduar për opozimi. Po procedurat tjera që janë në proces hetimi. Po sa miliardë tjerë? Po çfarë duhet ndodhë tjetër? Okej, shiko, për këtë çështje ne kalojmë tek çështja e drejtë. E mbyllim diskutimin për sa i përket çështjes së protestës, kush kishte të drejtë policia apo protestuesit, sigurisht. Kjo në një vend demokratik, ma besoni, gjithmonë do haj debat. Të vësh përgjegjësi nga të dy anët. Shumë e thjesht të japësh të drejtë të dy anëve. Ka hedh gaz nga minareja, është një dhënë tjetër. Nga minareja xhamis, hedh gaz. Nga sipër, nga minare? Po, rrezdoj lajme që dalin të dhona tani. Okej, shiko, kjo unë kam përshtypjen gjatë ditëve do na bëjë diçka. Besoj ata që duhet kontrollohen kanë humbur kontrollin. Kurse tek PD-ja prodhoshi Molotovët ishte një Edhe në serinë e PD-s. Në serinë e PD-s montonin atje. Unë po them Molotov, po s'është Molotov, aty janë bombla me shishe me naftë. Shishe me naftë, se Molotovi është tjetër gjë. Mirë, do ndalemi tek çështja tjetër. Do të flasim për situatën ligjore, le të themi në raport me drejtësinë, në raport me politikën të kryeministit Rama, Belinda Balluku se çfarë do ndodh. Por ka pasur dhe, le të themi, vizita McAllister nga Bashkimi Evropian, citoj dhe në Shqipëri që kërkohet, le të themi, me lloj ngulmi, trajtimi i çështjes së imunitetit të Belinda Ballukut. Karanja, është gati Rama ta dorëzoj? E ka përgatitur terrenin ligjor, kushtetues, politik? Debati është shumë i nxehtë në këtë kohë lidhje me këtë çështje, sepse në raport me kërkimin e imuniteteve në rastet e mëparshme, Parlamenti nuk e ka zgjat kaq shumë procedurën. Këtu konstatojmë një zgjatje procedure dhe një pezullim të procedurës për heqjen e imunitetit zonjës Balluku për shkak se e lidhen me vendimin e gjykatës kushtetuese. Po presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Tash vendimi i gjykatës kushtetuese derdhi, maj. Tash i jepi zgjidhje. Po s'është zbardhur thon ata. Tani ajo merr dispozitivin të shfrytzuar. Tash a deshe këtë? Ja merr. Dhe ligjet i ke bo vet. Vetë i ke bo. Folën për ligjin e gjykatës kushtetuese, e ke bo vet. Pra ti vetë i ke bo me shkencëtarët e reformës në drejtësi. Pra ti këtë neshe e ke humb vet. Po prit, vetë kanë bërë, po prit se pas kanë bërë gabim. Tash i jep kohë ta rregulloj. Po sa gabime janë bë? Neni 242 që shikohet që nuk është dëruar sepse ka qenë kuadër të reformës në drejtësi. Për pezullimin e. Pra këtu na dalin probleme tjera në çdo vend, pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve me probleme. Ligji për gjykatën kushtetuese me probleme. Ligji për organin gjenital me probleme. Pra shikon se çfarë ligjesh për këtë. E shikoj, a janë, domethënë, a ka një logjik se këtu neve ças po dëgjoj. Me ka një ligj. Edhe parkimi dysh. Karanja, dhe ajo që të larguar nga vetingu, prokurorët dhe gjyqtarë, u ndalohet e drejta përjetësisht ushtrimit të profesionit. Kur burgim përjetshëm? To profesion kanë ata, me profesion do jetojnë. Ka mënyra të tjera. Nuk besoj se të ketë rast tjetër në botë kjo përjetësia e ndëshkimit. Këtu po, me ka qenë 10 vjet, 15 vjet kanë bërë përjetshme. Unë 15 vjet e di që ka qenë kjo, 15 vjet kanë bërë ndalim të përjetshëm. Me që hapi Basiri, po e diskutojmë. Është vërtet shumë e rëndë kjo. Grupi shkencëtarëve të reformës. Kanë menu të reformës gjithmonë. Kanë menu se kjo do zgjidhë problemet në drejtësi. Pra leni të përgjithshëm. Ka dënuar vrasë trafikantë në bukurin përjetshëm, të mos shkojnë atë në prokurorë gjyqtarë në bukurin përjetshëm. Kjo ëndër i zgjidhi problemet dhe ne shpëtuam tash. Profesionalisht është dënim me bukurin përjetshëm. Po të kemi parasysh të rehabilitimi. Të bësh një neni 69 i kodit penal ka rehabilitimin nga veprat penale, që quhesh i padënuar kur kalon një afakt. Pra bën një plagosje për veprat penale deri në 5 vjet e ka afatet përkatëse. Mbi dënimet mbi 10 vjet quhesh i padënuar. Kodi procedurave administrative dhe ligjet e tjera parashikojnë dhe për kundravajtjet administrative, afat dhe gjobat që paguhen 2 muaj. Ky është një çështje administrative. Cili është qëllimi i shkencëtarëve të reformës drejtësi që këtë e kanë bërë të përjetshme dhe pyetja është më kryesorja. Kujt i shërben gjyqësisë ne po konstatojmë, është ligj për interesa personale. Janë një pjesë e mirë magjistratë, ëh? Po. Pra, i cili ka kostur për të prodhuar një shtet. Magjistrati është elita, le të themi, e drejtësisë. Dhe një pjesë e madhe, unë kam ndjekur vetingun me vëmendje, ndjes Karanja. Një pjesë e madhe e këtyre janë larguar jo për arsye pasurore, jo për arsye profesionale, janë larguar për arsye politike, krajinore, për arsye jo siç i kërkojnë kriteret e vlerësimit. Jo objektive po thua. Ka qenë vlerësim subjektiv. Dhe po të hetohet ky veting, ne do të marrim vesh se çfarë ka ndodhur brenda tij. Hetingu është një proces që duhet hetuar. Aty do të mësojmë xhevahiret
partjake qeveritare për porositë, që kanë se dua këtë, është bërë me listë, çoj listën, largoj. Dhe këta tani të larguar padrejtisht, dhe Strasburgu ka marrë vendime që disa prej tyre kanë rikthyer.